Isa, cili ishte lajmi më i rëndësishëm për ty gjatë javës së kaluar? Unë jam një mbështet si madhe i Qestit, edhe po shkojmë për rrahjen e Qestit, një sen që ndodhi live në televizion, jo e hjeshme, thjesht një goditje premium besi që quajmë na. Ajo na preku shpirtnisht. Kështu që jam për rrahjen e Qesit. Ishe duke e pa Big Brother atë natë, apo? Gjithçysh. Edhe çysh reagove në ato momente? Shumë prekse, shumë ndjem keq. Mendoj që gjithë, se jo veç unë, po çdo kush ka qenë të e pa dhe kush ka pa dhe masandene ato story që kanë dalë, domethënë shumë prekse. Një sen që u prem besë, një goditje domethënë në prag deres, ajo është gjithkush mundet me bo atë gjest. Mirë po, i pabesit nuk i nxinet besë deri në momentin kur nuk shihet me sy, se jo përderisa ki afër.